Këshilli i Lartë i Prokurorisë të Mërkurën ka hapur zyrtarisht garën për drejtuesin e ri të Prokurorisë së Posaçme për zëvendësimin e Altin Dumanit, mandati i të cilit përfundon më 18 vjetor. Antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë u lanë 3 javë kohë kandidatëve që synojnë drejtimin e SPAK për të paraqitur platformën e tyre. Prokurorët e SPAK që do të kandidojnë për drejtimin e Prokurorisë së Posaçme duhet të dorëzojnë edhe platformën se si mendojnë ta udhëheqin institucionin gjatë 3 viteve të ardhshme. Në platformë duhet të përfshihen eksperjencat në ndjekjen e çështjeve me rëndësi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, aftësitë organizative, si dhe bashkëpunimi me mediat. Mbledhja e antarëve të KLP-s për çeljen e garës për drejtuesin e ri të SPAK u ndoq edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane. Altin Dumani është drejtuesi i dytë i prokurorisë që nga krijimi i këtij institucioni. Ai zëvendësoi Arben Krajen, i cili ishte edhe drejtuesi i parë i prokurorisë së posaçme. Drejtuesi i ri do të ketë një mandat 3 vjeçar dhe do të zgjidhet nga radhët e prokurorëve të prokurorisë së posaçme me shumicë votash nga antarët e KLP-s.